Përshëndetje shikues të nderuar, ju po ndiqni edicionin e lajmeve të mesditës. Propozim ndryshimet e kodit zgjedhor për të cilat partia arritën marrëveshje. Qeveria dhe partitë politike sot janë pjesë e rendit të plotësuar të ditës së mbledhjes së Komisionit Kuvendor për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive, si dhe Komisionit Ligjvënës Juridik. Ndryshimet dhe plotësimet e kodit zgjedhor janë pjesë e rendit të ditës, edhe të mbledhjes së 82 plenare kuvendore, të cilët duhet të miratojnë në procedurë të shkurtër. Sipas marrëveshjes së arritur për ndryshimet në kodin zgjedhor në periudhën parazgjedhore, është paraparë ndarja e shtetit nga partia. Me këtë rast është ndaluar fillimi i ndërtimeve, vënieve të gurë themeleve, lëshimin e përdorimi i objekteve të ndërtuara me para nga buxheti. Për mos respektim të këtij vendimi janë paraparë dënime me burg prej 6 muajsh deri në 1 vit. Gjithashtu është ndaluar të bëhet pagesa e subvencioneve, rrogave, pensioneve, ndihmave sociale dhe kompensimeve tjera materiale nga mjetet e buxhetit. Dhurimet janë kufizuar në 50.000 euro, ndërsa mediat dhe radioshpërndarësit obligohen që të sigurojnë përfaqësim të baraspeshuar medial. Gjithashtu informimi për aktivitetet e rregullta të organeve shtetërore apo komunave në procesin zgjedhor nuk guxon të jetë në favor të asnjë subjekti politik. Ndryshime dhe plotësime në kodin zgjedhor gjithashtu parashohin që redaktorët, gazetarët dhe prezantuesit të mos guxojnë të marrin pjesë në aktivitetet parazgjedhore të partive politike. Kryetari i Komunës Qendër, Andrej Zhernovski, në një konferencë për media tha se javën që vjen do marrë raport nga revizioni i brendshëm, nga i cili do të dihet sa është përmendorja e Cartushanit ndërtim pa leje. Zhernovski tha se nëse zbulohet se ekzistojnë përmendora të vëna pa leje, ai do të dërgojë ekipe për t'i menjanuar ato. Do të jetë interesante ta shohim reagimin e policisë. Gjithçka që është vënë pa leje do të largohet nga ekipet e posaçme, tha kryetari i Komunës Qendër Zhernovski. Kryeministri Hashim Thaçi me partnerët e koalicionit qeveritar është duke biseduar për riformatim të qeverisë pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve kombëtare në Kosovë. Thaçi ka vendosur të zëvendësojë disa ministra e zëvendësministra, të cilët nuk kanë pasur performancë të kënaqshme dhe kanë qenë të përfshirë në skandale të ndryshme. Këtë e bëjnë të ditur burimet e gazetës Zëri brenda qeverisë, sipas të cilave reformatimi po ndodh me qëllim të përmirësimit të imazhit të qeverisë. Burim Fazliu dhe Kamber Sahiti pas arrestimit të djeshëm nga policia sërbe në vendkalimin kufitar në Muqibab, janë liruar sot nga gjykata apelit në Beograd dhe po sot do të kthehen në Preshev. Ata ishin shpallur të pafajshëm nga gjykata për krime të luftës në Beograd në rastin grupi i Gjilanit. Meqenëse gjatë kalimit kufitar në Muqibab të mërkurën më 15 janar, janë arrestuar nga policia kufitare sërbe. Fazliu dhe Sahiti janë shpallur të pafajshëm nga gjykata e lartë përmendur dhe ishin liruar të mbrohen në liri. Ata deri tash kishin qëndruar në Kosovë. Sipas fjalëve të avokatit të cilën e kishin angazhuar familjarët, ata janë dërguar në Beograd për procedurë ligjore, për shkak se gjatë shpalljes së vendimit për pafajësinë e tyre, ata nuk gjendeshin prezent në sallën e gjyqit. Burim Fazliu dhe Kamber Sahiti ishin shpallur të pafajshëm, së bashku me pjesëtarët e tjerë ishte burgosur, të njohur si grupi Gjilanit. Ish shefi i diplomacisë italiane Franco Frattini, sipas gazetës Vienese Press, është gati e sigurt se do të jetë shefi i ardhshëm i NATO-s. Pra do të zëvendësojë sekretarin aktual të Aleancës Anders Fogh Rasmussen. Ndër konkurrent është edhe ministri i mbrojtjes i Belgjikës Pieter De Krem, si edhe shefi i diplomacisë polake Radek Sikorski, në garën për shef të diplomacisë europiane, po sipas kësaj gazete është Miroslav Lajçak, i cili do të zëvendësonte Catherine Ashton, ndërkaq për pozitën që ka tash Herman Van Rompuy në Këshillin Evropian, përmendet Radoslav Sikorski, por edhe Carl Bildt. Christine Lagarde, që aktualisht ndodhet në pozitën e drejtores së Fondit Monetar Ndërkombëtar, tani përmendet për pozitën e kryetares së Komisionit Evropian. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin për shpenzime në shumë prej 1.100 miliard dollarësh. Kjo masë mbrëm vonë u miratua edhe nga Senati me 72 vota për dhe 26 kundër, ndërsa më herët ai është miratuar nga dhoma përfaqësuese e Kongresit. Pritet që gjatë ditës së nesërme presidenti Barack Obama të nënshkruajë këtë legjislacion, me të do të financohen mijëra programe qeveritare nga ushtria e deri te parqet kombëtare deri më 30 shtator, kur përfundon viti fiskal 2014. Votimi në Senat u bë saktësisht 3 muaj pasi përfundoi mbyllja 16 ditësh e qeverisë, e cila ishte shkaktuar lidhur me bospajtimet për financimin për kujdesin shëndetësor, të cilin e kishte iniciuar presidenti Obama. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kritikoi Bashkimin Evropian.
Disa antarë të cilës kanë thritur ambasador Izraelit pas njoftimit të fundit për ndërtimin e 1800 banesave të reja në kolonit në Kisjordani dhe Jerusalemin lindor. Kjo është hipokrizi. Bashkimi Evropian thret ambasador për shkak të ndërtimit të disa shtëpive, kur ka thirrur Bashkimi Evropian ambasador palestines lidhur me thirrje për shkatrimin e Izraelit, u shpreh Netanyahu përpara përfaqësuesve të shtypit të huaj. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion informativ. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.